Të nderuar familjar, miq, kolegë dhe të pranishëm. Sot jemi bashkuar këtu në këtë orë komemorative për të kujtuar me respekt të dhimbje të thellë jetën dhe veprën e të ndjerit Det Kolmirit Detvukaj. Jeta na mëson se çdo njeri le gjurmë të pashlyeshme pas vetës dhe kujtimi i dedës është dëshmi se dashuria, sakrifica dhe mirësia nuk shuhen kurrë. Le të fillojmë këtë ceremoni duke u ngritur në këmbë dhe duke mbajtur një minutë heshtje në nderim të kujtimit të Det Kolmirit Detvukaj. Faleminderit. Të dashur të pranishëm, ora komemorative nuk është vetëm një çast pikëllimi, por edhe një moment reflektimi mbi jetën e të ndjerit. Det Kolmiri ishte një njeri që me jetën, punën dhe veprën e tij la një trashëgimi të çmuar për familjen, shoqërinë dhe vendin tonë. Emri Det gjithmonë ka mbajtur peshë të madhe në malësi. Nuk është një emër që e bart kushdo, por një trashëgimi krenarie. Sot do të dëgjojmë disa fjalë për kujtimin nga familjar, kolegë dhe miq të afërt, të cilët do të ndajnë me ne kujtimet e tyre të paharrueshme. Pas çdo fjalë për kujtimi, ju ftoj të ruajmë solemnitetin që i takon këtij riti të nderimit. Në fillim, fjalën do t'ja jap zotërisë Mark Luzgjonaj, i cili do të flasë për dedën në konceptin shoqëror. Nderuar familje Detvukaj, edhe pse kem distancën në moshë me të ndjerin Ded, kam pas privilegj me pranua Dedan në shoqni, me përfitua prej eksperiencë ti e me ruaj shumë kujtime e shumë të dhana cilat i kem bisedua shpesh në rast shkallë që aty pak ma poshtë. Është i person cilin vërtet sot kam jetë nuk kam e harrua se për mua gjithmonë e ka pas i energji pozitive cilën e ka transmetua të tana jo shoqni me cilën të paktën nuk kam marrë pjesë jo shumë rrallë. Jeta në thelb të saj është një udhtim i çuditshëm e i mbushur me takime. Në për vite njeriu njeh shumë fytyra e shumë shpirtra, por shumica e tyre zhduken nga përditshmëria, shuhen nga kontakti dhe madje edhe nga kujtesa. Vetëm disa mbeten. Ata që arrin të gdhendin gjurmë të pashlyeshme në mozaikun e jetës sonë, janë pikërisht këta njerëz që bëhen pjesë e pandashme së kaluarës sonë, kujtime që shpesh na kthehen parasyve si skena filmike, fragmente të një jete të jetuar me dritë e me kuptim. Në këtë kategori të njerëzve që të bëjnë për vete me respektin e tyre, me mënyrën e natyrshme, që dinë të vlerësojnë me butësinë dhe qetësinë e pranisë tyre, por dhe me bisedat e ngrohta e të sinqerta, hynë padyshim edhe tashmë ndjeri Det Kolmiri Detvukaj. Fillimisht e njoha Dedën në distancë, përmes veprimtarisë tij adhëtare. Ai ishte gjithmonë ballë të organizimeve, krah për krah me shumë malësor tjerë, por dhe me shqiptarë nga të gjitha trojet, për çdo çështje që lidhej me shqiptarinë dhe me kauzën kombëtare. Fotot e tij që qarkullonin shpesh ku ai shfaqej me plistë të bardhë në kokë ose me flamur në dorë, flisnin më shumë se çdo fjalë. Ishin dëshmi e një burri që jetonte për idealet e kombit vet. Vetëm gjatë studimeve mundat njihen më shumë me kontributet dhe veprimtarinë e tij patriotike, cilat nuk i përmendte kurrë. Ai nuk ishte nga ata që mburrej me veprat e tij, ishte aq i përullur sa që gjithmonë
I mësoja gjërat e mëdha që kishte bërë vetëm nga të tjerët. Edhe pse mosha jonë, siç e thash, ishte larg njëra tjetrës, raporti që krijoi me mua më bëri ta ndiej shumë afër. Deda ka qenë një njeri I tillë që s'mund ta harrosh kurrë. Për aq kohë sa patëm fatin shoqërohemi, nuk përjetova asnjë sekond monotonijet apo bezdijet prej tij. Përkundrazi, ai kujdesej që aty ku ndodhej, askusht mos e prishte harmoninë e miqësisë. Ishte njeri I atij lloji që mbushte tavolinën me gëzim, që I shndronte takimet në festa, që I bente miq të ndiheshin të veçantë. Edhe unë ndihem krenar që e kam njohur dhe që kam qenë pjesë e shoqërisë këtij. Më thoshte vazhdimisht se ai njeri që nuk është I aftë me e dashte me e përkrah familjen e vet, me e dashte me e afrua familjen e vllazninë e vet, me dhënë shembull me jetën e vet, asnjëherë nuk mund të jetë adhetar I mirë. Se është njeri pa rroj, erëzohet shpejt, më thoshte deda. Por deda I gëzonte tana këto vlera e virtyte, sepse ishte kërthinjës e familjes, ishte zon paqësor I familjes, ishte zoni organizativ I familjes, andaj ai nuk u ndal me aq, por u bën zoni e mendja organizative e shoqërisë shqiptare në Amerikë edhe në Malësi. Më kujtohet gjithmonë kur vinte në Malësi, ai do të më njoftonte me një mesazh të thjesht e të ngrohtë. Jam në tokë të Malësisë. Kur të gjesh kohë, teshu te shtëpia, se këtu më gjen në rast shkallës. Një thirrje e tillë ishte më shumë se ftesë. Ishte një shprehje e përkatësisë, e lidhjes së fortë me vendin dhe me njerëzit e vet. Sot deda nuk mbret më në rast shkallës. Kur dilnin bashk në ndonjë lokal, e kjo ndodhte shpesh, ishte gjithmonë dëshira që na e bante qefin. Me një sinqeritet të çiltër na thoshte: "Vetë kënaqem kur ju shoh ju të kënaqur, e kur e shoh Malësinë si po përparon." Ai porosiste gjithmonë pije, një pije të veçantë, martell, por nuk harronte të theksonte me humor e kujdes. "Duam mu sigurua se është origjinal, mos me na prun gjanat këqija", thoshte deda. E pastaj qeshte me qeshurën e tij të ngrohtë, e të lezetshme që e bente tavolinën të gëzuar. Me dedën kam kaluar kohë të bukura, të cilat më mbesin si margaritar kujtimesh. Asnjëherë nuk e dëgjova ta përmente kontributin e tij. Gjithçka për të mësohej nga të tjerët. Ky njeri I madh që edhe aq shumë për kombin dha për shoqërinë, mbi të gjitha ishte modest, I thjesht e I përulur. Për mua, Det Kolmiri nuk ishte thjesht një mik I rastësishëm, por një figurë frymëzuese, një burrë që ta mbushte shpirtin me krenari, që të kujtonte se si duhet me jetuar me dinitet, me dashuri për njerëzit dhe me përkushtim për vendlindjen e atë dheun. Ai do të mbetet gjithmonë pjesë e kujtimeve dhe bisedave të mia, sepse prania e tij ishte një dhuratë për mua. Familjes u shprehin ngushtimet e mia të sinqerta. Deda pushof në mshimin e merituar, sepse ai nuk ishte vetëm besimtar, por ishte një shembull I një njeriu se si duhet jetuar mbi tokë me virtytet pastra njerëzore. Familjarët e të ndjerit, miq e të afërm të gjithë pranifshëm. Jetofshi e kujtofshi figurën e njeriu të Det Kolmirit Hotit e të mbar shqiptarisë. Lavdi. Disa fjalë për dedën dhe familjen e tij do të na I thotë zotri Fikret Lulanaj. E dashura familje e Det Kolmirit Det Vukaj, I nderuar I fis dhe vllazni e Det Vukajve, të dashur vëllezër dhe motra mërgjimtar, I nderuar popull I Malësisë. Sot me ka nderuar dhe lumturuar pamas që të jem në mesin e juaj këtu, që në ditën e lamtumirës për Det Kolmirin Det Vukaj që drejtohem me 2 fjalë. Në trojet tona etnike ekziston një krahin, ekziston një mal, një bajrak, I cili gjatë shekujve ishte I pari në mbrojtjen e identitetit kombëtar. Ishte dhe është krenaria dhe mburoja kombit. Kjo krahin në gjirin e vetë s'ka liti burra e burnesha,
me cilësit më të mira njerëzore, me dashuri për kombe dhe, me mikpritje, humanizëm, me besën e dhenë. Kjo krahin historikisht ka dhenë heroj e heroina që gjakun e vetë e kanë bërë fli për malësi dhe shqipëri. Kjo krahin është pakzuar me emrin Hoti i Malësisë. Hoti në gjirin e vetë ka rritë shumë familje, të cilët ditën që armiqve të kombit të thonë, ne për liri vdesim ma me gzim se shkemi le. Nga të gjitha familjet e Hotit dhe Malësisë, për këtë ideal dallohet Fisi i Dedvukajve. Fisi i Dedvukajve ka lind burra të kombit, i ka ushqyer me qumshin kombëtar, sikur se ushqen nëna me zi djalin e vetëm që ka. Numri i këtyre burrave është shumë i madh, por ndërta dallohet Dexhëluli, i cili ringjalli Shqiponjën dy krenare, i cili i parapriu pavarësisë së Shqipërisë, i cili i tha pushtuosit otoman dhe Malazies, derisa të ketë Dedvukas dhe Hotjan, kësaj toke këtu do t'i thohet nan. Nga gjaku i Dexhëlulit, Zoti fali dy burra, që në historinë e Malësisë shtirë se vazhjan shokët, Kolmirin dhe Markmirin. Trimëria, burrëria, njerëzidhaku bazohen mbi jetën dhe veprën e tyre. Kolja dhe Markmiri janë pasqyra më e mirë se si duhet të jetë njeriu në rrugën e Zotit dhe në rrugën e njerëzidhakut. Popull i nderuar, nga Hoti legjendar, në fisin e Dedvukajve, e nga dera e Dexhëlulit, nga Oxhaku i Kolmirit, Zoti fali një djalë. E fali një djalë i cili shpejt u bë burr. Këtë djalë familja e kishte pakzuar me emrin Det, në shenjë krenarie e respekti për veprën e të parit të Malësisë Dexhëlulit. Det Kolmiri pati fatin e ishte biri Koles, ishte i gjakut të Dexhëlulit. Nga ata trashëgoi cilësitë më të mira njerëzore që mund t'i ketë një njeri. Si fëmijë, në shtëpi shumë shpesh dhe në vllazëri dëgjonte burrat se si flasin për vendin e vet, për tokën e vet, për veprat heroike të trimave të dalluar, se si flasin për mikpritje dhe se si duhet mbajtur besë dhënë. Kur u rritesh në këto kushte, atëherë bëhesh burr e njeri siç ishte Det Kolmiri Dedvukaj. Edhe si zakonisht ndodh me malësorët e Malësisë, në moshën 19 vjeçare Det Kolmiri me rrugët e Gyrbetit, me vete në zemër muar malësinë dhe malësorët. Ato i kishte skalitur në zemër. As kush nuk mund t'ja merte, as kuj nuk ja jepte, as malësinë, as malësorët. Me ta punonte, me ta jetonte, me ta ushqehej, me ta gëzohej dhe me ta piklohej. Det Kolmiri së shpejti në diasporën malësore profilizohet si njeri i paq, i ëmbël, i shoqërisë, i besimit në Zot, human, e mbi të gjitha njeri i cili merr pjesë aktive në çdo aktivitet kombëtar dhe humanitar të organizuar nga diaspora malësore. Në Washington, New York, Detroit apo Chicago, kudo që flitej për të drejtat e shqiptarëve, Det Kolmiri ishte ndër të parët. Posaçërisht ishte aktiv gjatë luftës së Kosovës. Në shoqëri ishte si engjëll, i butë, fjalë pak, i matur. Të kishte lezet kafja dhe biseda me dedën. Shtëpia e tij ishte bërë si shtëpi humane për të gjithë mërgjimtarët e rinj që shkonin në Amerikë, me 10 familje nga Malësia, Shqipëria e Kosova, bukën amerikane se pari e kanë hëngur në shtëpinë e dedës. Deda ishte nga ata malësorë që nuk lanë dazëm malësore pa e nderuar. Nuk kishte rasvdekje që deda nuk ishte prezent për të ngushëlluar. Për dazme e morte, deda shumë shpesh vinte edhe në Malësi. Deda ishte prezent në çdo aktivitet human e patriotik që organizonte diaspora malësore. Nuk kursente as kohën, as xhepin, ku e lupte burnia dhe dashuria për kombë e adhe. Të nderuarat vajzat e Det Kolmirit, Kristin, Ruzhe,
Mri dhe Valbon, të nderuarit djemt të Det Kolmirit, Pashko dhe Jozef, keni patur fatin e madh që Zoti ju fali si fëmijë të Det Kolës. Këtë e dëshmojnë jeta dhe vepra e tij. E bashki me krenari dhe me nder emrin e tij, i cili ju bën krenar juve personalisht dhe krejt familjarët e juve. Jeta dhe vepra e dedës bën krenar çdo malsor, çdo gurbeqar, çdo njeri që ka pas mik, shok apo dashamir. Jeta dhe vepra e dedës është simbol se si duhet të jetohet kjo jetë, me dashuri, respekt për vëllaun, kombin dhe popullin e vetë. Det Kolmiri i përjetshëm qoftë kujtimi për jetën dhe veprat tua, të qoftë i lehtë dhe i malësisë, të cilën e deshte sikur se do nëna fëmijën e vetë. Derisa malësia të lind burra si shet i det, ajo ka një të ardhme të sigurt me cilësitë më të mira njerëzore. Qoftë i përjetshëm kujtimi në ty, Det Kolmiri Det Vukaj. Faleminderit. Për dedën si trashëgimtar i Hotit dhe zë i diasporës shqiptare, do të na flas zotëri Romeo Kurakuqi. Të nderuam zonja dhe zotëri, të dashur familjarë dhe miq bashkëdhetar, familjarë dhe Det Kolmiri Det Vukaj, sot jena mbledh këtu me zemra të pikëllume, një ditë mas i kemi lënë lam të mirë në fundin mikut ton të shtrejt Det Kolmiri Det Vukaj. Ky burr i urtë, i dashur dhe i përkushtuar ishte pjesëtar i fisit lasht Det Vukaj të Hotit malësisë madhe, një trashëgimtar i drejt për drejt i gjakut të heroit ton kombëtar Det Gjoluli dhe prisi të rezistencës kundër rishkëputjes së Hotit nga Shqipëria në vitin 1944-45 Gjeloshluli. Unë kam pasur fatin të njihem me Det Kolmirin atëherë kur Shqipnia u çlirue nga diktatura dhe ne bitë rrëthum të Shqipës atë dheut am patëm mundësinë me u taku me vllaznit ton të një gjaku, të cilët rrethanat të vështira të jetës në malësinë e ndame për i shtetit shqiptar i kishin detyruar me emigruar larg, por në liri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam njohur në kohën kur shoqata Det Gjoluli në New York jo vetëm ishte angazhuar me seriozitetin më të madh në rishkrimin e dokumentuar të historisë së Shqipërisë, historisë së malësisë, historisë së kryengritjes, por ishte bashkangjitur përpjekjeve të shqiptarëve të Kosovës për lirinë e kësaj pjese të Shqipërisë verilinore nga sundimi huaj në muajin prill të vitit 1998. Dhe jo vetëm kaq, por kryesia e organizatës, ku bante pjesë edhe Det Kolmiri, ishte promotori i një veprimtarie, e tham pa me dyshje, patriotike, të vendosur mbi binaret e patriotizmit purist, albanianist dhe europianist, me një spikatje që gjendet rrallë në kohën tonë. Së bashku me zotni Palok Vulajn, në drejtimin e oratorit jashtëzakonshëm të Gegnis Gjek Gjon Lekaj, me pjesëmarrjen e të ndjerëve Prel Sinishtaj, Pashko Pretash Camaj. Det Kolmiri ishte në radhët aty në malësorëve që mbështeten gjithanshmërisht organizatën liridashëse të Kosovës të sapu themeluar në malet të Drenicës. Unë kam qenë dëshmitar i këtij episodi të paharruar të një kohe të papërsëritshme ku shkruhej një pjesë e historisë bashkohore nacionale, por që përbante vetëm një segment të vogël në kontributin e këtyre veprimtarëve ku Det Kolmiri bante pjesë. Det Kolmiri ishte një veprimtar i heshtun, por i pathyeshëm, që tan jetën e tij mishëroi vlerat më të mira të trungut nga rrillte në diasporën shqiptare, për kushtimin ndaj atdheut, rujtjen e identitetit kombëtar dhe forcimin e lidhjeve midis bashkombësve, mikpritjen e 10 bashkëdhetarëve që kërkonin të rifillonin një jetë të re që në tokën e të parëve u mohohej, për 1000 arsye që ne i dimë të gjithë. Sot në këtë ceremoni solemne, mirënjohjeje, ne përulemi me respekt para kujtimit e tij, atleitarizmit, humanizmit, qytetarizmit fisnik dhe para së gjithash asaj çfarë ai përfaqësonte për ne. Në këto momente dhimbje, le të gjejmë forcë edhe për krenari.
Det Kolmiri Det Vukaj nuk ishte thjesht një familjar, një mik i yni, por një simbol i gjallë që lidhte të kalumen e heroike të kombit ton me tashmen, por po me aq sfida mjetese në kërkim të lirisë dhe perëndimizimit. Ishte vazhdimësia e një tradite familjare në shërbim të dheut, çështjes kombëtare, çështjes demokratike dhe europianizuese të kombit që ende sot, duke filluar nga shteti am, nollet në ullkryqe mjaft të papërcaktuar. Jeta e tij përfaqësonte urën midis brezit të vjetër të diasporës, them atij brezi që kurrë nuk e harroja dheun, dhe brezit të ri që rritet sot mes integrimit në tokën amerikane të shqiptarëve nga Shkodra dhe Shqipnia shtetnore, që izolimin në perdën e hekurt i kishte nda për gjysmë shekulli me shqiptarët e Trojeve. Prandaj, fjalët tona të lamtumirës sot janë njëkohësisht homazh për veprën e tij, dhe një thirrje që kjo vepër të mos harrohet, por edhe një kujtesë që misioni i përforcimit të vetdijes komunitar dhe përkatësisë sonë europiane të vjohet më tej. Cila është trashëgimia e fisit Det Vukaj dhe heroizmi të parëve të tyre? Det Kolmiri lindi në vitin 1953 në gjirin e një familje malësore me një trashëgimi të jashtëzakonshme historike. Familja e tij përkiste fisit Det Vukaj, një degë e fisit legjendar të Hotit, një nga bajraqet më të shume të Malësisë Madhe. Që në shekujt e kalum, Hoti ka qëndru në balë të luftrave për liri dhe pavarësi duke sfidu perandorinë osmane, kontrolluese e trevave të banume nga shqiptarët dhe çdo përpjekje për nënshtrim. Emri Det Vukaj e ka zanafillën tek patriarku Det Vuka dhe ky fis i dha kombit figurat të pavdekshme, me cilave spikat prisi ushtarak i kryengritjes vitit 1882, 83, 1911, 1912 dhe i rezistencës së vendosjes së sondimit të Krajl Nikollës në Malësi dhe në Shkodër në vitin 1915 Det Gjoluli. Siç dihet, Det Gjoluli udhëhoqi kryengritjen e Malësisë Madhe të vitit 1911, ngriti flamurin kombëtar në Dëqiq, duke valvitur atë flamur për herë të parë pas 4 shekuj e gjysmë robëri otomane në tokat shqiptare. Ky akt historik i krym, i dokumentum, i krym plot krenari nga Det Gjoluli simbolizon ringjalljen e shpirtit nacional dhe shpalljen e drejtës shqiptare për lirinë trojet e veta. Anglezja famshme, mikja e madhe e popullit shqiptar në përgjithësi dhe Malësisë në mënyrë të veçantë, Mary Edith Durham, e ka konsideruar Det Gjolulin një kalorës fisnik shqiptar të ndershëm që nuk njeh frikën, ose cilësimi tjetër në të njëjtin raport shkruar të dokumentuar, a gallant old boy, gjithsesi një burr i moqëm dhe fisnik ose një plak trim e nderuar. Në qoftë se do të duhej të gjende një cilësim i saktë për Det Gjolulin, unë do thoja se ai ishte një kalorës i bardh i rilindjes sonë kombëtare. Si një kastriotas i denj, ai udhëhoqi popullin e këtyre anëve në një periudhë të trazuar të historisë, së paku nga kriza lindore, ku ndodhi ndamja e parë e Malësisë deri në luftën e parë botërore. Ai diti të orientohej drejt me krahun më përparimtar të lëvizjes rilinase, në një kohë kur pjesë të tanat e kombit flinin ende në gjumin oriental. Ai diti të pres siç din burrat e Malësisë, Ismail Qemani dhe Lugj Berakuqin këtu në këtë troje, të bashkëbisedonte me diplomatë dhe gazetarë huaj që dëshmonin atë që po ndodhte në këto anë në vitet 1911-1912 së pakut. Për arsye të kësaj veprimtarie, emrin e tij dhe të fisit familjes Det Vukaj e kemi gjetur të regjistruar në mënyrë të panërprem në 10 dokumente historike të kancelarive perëndimore, duke filluar spaku nga viti 1882-83. Është ndoshta një rast i rrallë që një strateg popullor i maleve të Shqipnisë të jetë i regjistruar pamarimisht në dokumentet diplomatike të kancelarive perëndimore. Det Gjoluli ishte dhe mbetet një legjend e dokumentuar nga historia, një legjend pa asnjë njoll, një legjend që siç e dëshmon konsulli britanik në Shkodër, shkodrani Nikola Suma, nuk u të ndua as para shumave të mëdha me para që i ofruan pushtuesit. Jo rastësisht, varrin e tij,
Franciskanët shqiptar, këta burra patriot, njerëz të fjalës, nismëtar veprash të dobishme, fetare dhe kombëtare, shkrimtar të vërtet, poet dorës së parë, e vendosën pranë varrit të poetit ton kombëtar, Atë Gjergj Fishta. Jo rastësisht, eshtrat e Det Xhelulit, armiqtë e brendshëm të kombit shqiptar, i humbën së bashku me eshtrat e autorit Lahudës Malësisë, por pavarësisht nga kjo, ato nuk mundet të humbasin dot emrin e tij. Det Xheluli ishte një trim i edukuar në votrën shqiptare, i pajisur me tipare të larta të malësorëve shqiptar, i qetë, i matun, i thjesht, i drejt, i prem në kuvend dhe trim i palekundur në luftë. Formimi i tij adëtar u lind bashkë me të, ndërsa idetë e tij me lirin konsoliduan që në kohën kur shqiptarët filluan të kërkonin të njiheshin si komb në kohën e krizës lindore 1875-1878. Pikërisht kjo kohë që për te caku i kthesës vendimtare. Ëndra dhe qëllimi i jetës së tij ishte një Shqipëri e lirë si në kohën e Gjergj Kastriotit. Qysh atëherë kombi shqiptar dhe Shqipëria e lirë u ban për atë gjithçka u kthye në qëllim të jetës dhe të veprimtarisë së tij. Ne, sikur se thamë, gjem të dokumentume në dokumentat e vitit 1882-83, në spakun 2 memorandume, në memorandumin e datës 9 qershor 1883, ishte një apel dramatik ku malësorët deklaronin se ndonse të varfër dhe të pakt në numër, kur nuk do të nënshtroshin ndaj padrejtësisë dhe dhunës otomane. Kur nuk do të nënshtroshin, ata i bënin thirrje Europës së qytetëruar të mos lejonte shpronësimin e trojeve, zhdukjen e dokeve dhe zakoneve të tyre. Ndërsa memorandumi tjetër i datës 26 qershor 1883, gjetur edhe ky në dokumentat britanike, shkon përtej në kërkesa. Nga një plan lokal, ai kalon në një plan nacional dhe kërkesat e lidhjes shqiptare për Izraelin, për arsimin shqip dhe veçevërisjen lokale bëhen pjesë e memorandumit të cilin rrallë të parë e ka firmosur Det Xheluli. Në dekadën e parë të shekullit e 20, Det Xheluli u afrua gjithnjë më shumë me djelmënin shkodrane, me intelektual lladëtar të kësaj kryeqendre të Shqipënisë, vetmi qytet që ka pas Shqipënia, si Luiq Gorakuqi, Hil Mosi, Risto Siliqi, Nush Koqi, Spiridon Kasarosi, duke përvijuar kështu qëndrimin në krahun mat përparum të ideologjisë kombëtare të rilindjes. Një vend të veçantë në aktivitetin e tij zë periudha e sprovave të mëdha të viteve 1910-1914 që për Det Xhelulin kulmon në kryengritjen e Malësisë Madhe 1911. Kryengritja është një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë re të Shqipërisë për shkak të karakterit të saj, për shkak se u pajis me një program dhe programi i ndërtuam këtu në malet e Malësisë së Madhe, respektivisht memorandumi i Greqës, ka qenë deri në fund programi më i avancuar i lëvizjes kombëtare shqiptare për llumë ndonjëherë. Platforma Greqës do të mbahej edhe pas gushtit të vitit 1911 dhe përgjatë vitit 1912 si një gur i rëndësishëm në procesin tranzitor të mëvetësimit të Shqipërisë. Kërkimet më të fundit arkivore më kanë çuar në përfundimin se kryengritja e Malësisë nuk ka përfunduar praktikisht në vitin 1911, por vetëm është vetë përmbajtur për të rindezur në periudhën vijuese deri në fund të vitit 1912. Një meritë e jashtëzakonshme në këtë drejtim ka pasur Det Xheluli, i cili ashtu sikur diti të shkrep pushkën i pari, diti me mençuri të mbajë ndezun flakën e lirisë deri në ditët e para të lindjes së shtetit shqiptar bashkëkohor shqiptar, të mbretëruar nga Princ Wilhelm von Witt, duke qenë edhe pjesë e gardës shtetërore të parashtetërore të shtetit shqiptar. E ba me këtë hymje për të thënë me plot drejt, pra se Det Kol Miri ndihej krenar për këtë trashëgimi heroike që bante në dejet e tij. Ai ishte nipi i Malësisë dhe biri i fisit të Det Xhelulit dhe kjo i dha atij një vetdije të lartë për detyrimet ndaj kombit. Në çdo rrethant të jetës, ai mbajti gjallë kujtimet dhe mësimet e parëve, tregonte me pasion historitë e kryengritjes së 11-s, fliste për betejat e në Deqiq dhe në Bratil, për memorandumin e Greqës dhe për qëndresën ndaj padrejtësive në çdo kohë.
jeta familjes Detvukaj, sikurse edhe e gjithë treves malësisë së ndarë, kanë ndjekur në fakt fatin e caktuar nga historia. Nga kërkimi arkivor, mu më rezulton se nga janari i vitit 1916, pas sprove të pushtimit të dytë të Malësisë dhe të Shkodrës nga ana e Malit Zi, me 27 qershor të vitit 1915 deri në ardhjen e austro-hungarezëve dhe çlirimin jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Malësisë dhe vendosin nën kontrollin e një fuqie mike për shqiptarët. Nga ky kërkim rezulton që periudha gati 3 vjeçare, nga janari i vitit 1916 deri në nëntor të vitit 1918, për 3 vite, trevat në këtë anë të trojeve shqiptare kanë pasur një periudhë rigjallërimit nën administrimin e shtetit protektor dhe mik shqiptarëve perandorisë austro-hungareze. Edhe pse ndarë në 2 kontrolle ushtarake të shtetit protektor, kujdesi posaçëm i ministrit të punëve të jashtme të asaj kohe, Burjan, për shqiptarët bani që trevat tona, familjet tona, këndella ndaj kufirit, të marrin për herë të parë frym lirisht, të fillojnë të arsimohen pa pasur mi krye çekanin e genocidit që ndronte dorë po mbeste i njëjti. Kjo periudhë art mori fund me largimin nga trojet tona të ushtrisë mike dhe themelvënësve të shqiptarëve dhe mritjes së kohës së ndarjes së tretë të Malësisë, respektivisht mas përfundimit të luftës së parë botërore dhe fillimit të tratativave për ndarjen e tokave në Ballkan. Dhe kjo është koha e ndarjes së tretë të Malësisë pas luftës së parë botërore me krijimin e mbretërisë serbo-kroato-slovene dhe rikrijimin e vështirë gati 3 vjeçar të shtetit sungur shqiptar. Pas dhjetorit të vitit 1918, rrjellat e familjeve të Hotit, Grudës, Trieshit dhe Kojës do të rivendosen tani më deri në muajin prill të vitit 1941 në periferinë e një shteti të ri, një shteti tashmë të bashkuar Jugosllav. Kjo rivendosje ka qenë e mundimshme për shkak se e gjithë hapësira në këtë anë të kufirit, por deri edhe në 15 kilometra në brendësi të territorit të shtetit shqiptar të cëngum, deri në vitin 1922, Spakut ka qenë një zonë operacionesh ballafaquese midis shqiptarëve, matan kufirit dhe këndej kufirit me ushtrinë e rregullt të jugoslave të misunduar nga serbët. Siç e dini, në muajin prill të vitit 1941, në kohën e luftës së dytë botërore, ka ndodhur një rikonfigurim shtetëror i mbretërisë së Shqipërisë nën Italinë dhe Malësia, krahas pjesës më të madhe të Kosovës, Ulqinit, u reintegruan në Shqipërinë, në mbretërinë e Shqipërisë nën, le të themi, perandorinë romake, të re romake. Kjo periudhë ka zgjatur de facto deri në nëntor të vitit 1944, ndërsa de jure deri në mars të vitit 1945. Nuk është shkruar në historinë e Shqipërisë, por kështu i kanë ardhur punët që ne punët tona i dina me shumë vonesë. Tham deri në vitin 1945, sepse në këtë kohë 2 shtetet komuniste, ai Tiranës dhe ai Beogradit, rinjohen marrëveshjen e vitit 1926 për kufitës e midis 2 shteteve. Mirë po, përparimi komunist dhe partizan në Shqipëni dhe në tokat jugoslave, rikthimi hipotetik i kontrolleve pararënse ndeshi në rezistencën e Malësisë si njësi e bashkume. Është një epope e tanë që unë jam përpjekur ta gjurmoj dhe ta shkruaj në një punë timen, dhe në të cilin një tjetër bir i familjes Detvukaj do të spikas, kapiteni Gjelosh Luli. Në këndvështrimin e nacionalistëve të asaj kohe, gjithmonë duhet kthehemi në kohë për të kuptuar edhe qëndrimet dhe rrethanat, ushtria gjermane konsiderohej nga një pjesë e Gegnisë si një ushtri në kalim, me interesa të saj, të cilat të beslidhurit, domethënë ata që lidhen besën Malësi për të rezistuar, le të themi, depërtimit komunist, nuk do ta cenonin. Përfaqësuesit e Malësisë Madhe dhe të postribes, kur Italia kapitulloi në shtatorin e vitit 1943, dhe u ngrit çështja e të ardhmes politike të Shqipërisë, domethënë cili kufi do të duhej të njëjë, kufiri i vitit 1921 apo
ky kufiri i vitit 1941. Kështu që ato u lidhen në një besë për mbrojtjen e tokës shtetënore, ashtu sikur se ishte krijuar, ashtu sikur si i pëlqente shqiptarëve. Krenet e Malësisë, përbashkën nga krenet e Hotit, krenet e Grudës, krenet e Kelmendit, krenet e Kastratit me radhë, krenet e Shkrelit, krenet e Trieshit, krenet e Kojës, krenet e Reqit, të Lohës, të Rjollit, të Koplikut, të Postribës, u mlodhën dhe bane një beslidhje. Garant të kësaj marrëveshje në pikpamje ushtarake kanë qenë Major Mul Delia, Major Dot Nikola, Kapiten Lesh Marshi dhe Kapiten Gjelosh Luli. Përmbajtja e deklaratës dhe bashkësia e të beslidhunëve, që përfshinte përfaqësuesit më të rëndësishëm edhe të tokave të lirume, vëri perëndimore brenda mbi Shkodrës, janë tregues, janë fakte të mjaftueshme për të kuptuar mënyrën se si po përballej në mënyrë spontane por të qëndrueshme kjo anë e Shqipënisë me rrethanat e reja të kushtimit gjerman dhe të rrezikut të një rikonfigurimi të diktuar nga forcat komuniste të rrethanave edhe të fatit të shqiptarëve në këtë anë. Ashken në fakt një manovër politike për kompaksimin e qëndrimit e mbi Shkodrës para rrezikut të rikthimit të kuadrit shtetënor shqiptar në kushtet e një kufiri që prirë të kthehej mrapa në kohë për shkak të përparimit komunist dhe qetnik në këto anë. Pa kuptuar këtë vendosje politike dhe ushtarake të parësisë së kësaj ane, nuk mund të kuptohet në fakt as qëndrimi vijues i këtyre bashkësive shoqërore dhe as përballja që ato do të kenë me shqiptarët e këtyre anëve në fund të vitit 1944 dhe në fillim vitit 1945 dhe kam këtu parasysh përpjekjet për shtypjen e kryengritjes së Kelmendit të vitit 1945, po edhe përpjekjen për arrestimin e Gjelosh Lulit. Gjatë nëntorit dhe dhjetorit të vitit 1944, në Shkodër u angazhuan 2 brigade të ashtu quajturës Ushtrisë Nacionale Shqiptare në operacione kundër forcave nacionaliste të udhëhequra nga Mark John Markaj me pasuesit e Kolbi Mirakajt. Opozita në veri ndaj Frontit Nacional Shqiptar ka qenë organizuar nga udhëheqës të tillë si Markaxhoni, princ trashëgimtar i Mirditës, me 1000 përkrahas dhe Shmarashi, ish kapiteni i Gjandarmerisë me 400 vet, Prenk Cali Kelmendit dhe Gjelosh Luli i Hotit dhe Jub Kazazi së bashku me shkodranin Nociakova, që operonin në zonën malore. E kësaj kohe ashtu edhe përpjekja koordinuese e batalioneve të Ministrisë Brendshme shqiptare, sepse gjithmonë lind pyetja çfarë donte Togër Baba në Matan Kufirit, po ka qenë një përpjekje koordinueme të dyja palëve në kërkim të Gjelosh Lulit dhe mbrojtja që Kolmiri dhe Markmiri i bane atij. Gjatë kohës Jugosllavisë së dytë, si shumë mbi të Malësisë, familja Detvukaj emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të shpëtuar trazirave të mungesës së mundësive në vendlindje. Det Kolmiri erdhi në Amerikë dekadën e parë, përpara valës së madhe të emigracionit të viteve 90, por ai dhe familja e tij kurrë nuk u shkputën nga rrënjët. Vendosën që në Dheun e Ri do të punonin fort dhe me kodin e nderit dhe fisit dhe rasës shqiptare, do të integroheshin me punë dhe dije, por njëkohësisht do të manin gjallë gjuhën, kulturën, traditat shqiptare. Detvukajt u vendosën fillimisht në komunitetet shqiptare të Bostonit, pastaj në Detroit dhe New York, ku malësorët e Hotit kishin ngritur në vete rrjetet fuqishme familjare dhe shoqërore. Në këtë midis u formua edhe karakteri i Det Kolmirit. Ai u bë shtyllë e komunitetit një njeri punëtor, modest dhe zemërgjër. Por më shumë se 4 dekada në Amerikë, Det Kolmiri punoi me nder dhe mund duke siguruar mirëqenien e familjes vet dhe njëkohësisht duke ndihmuar edhe të afërmit në vendlinje. Ai nuk kurseu kurrë as djersën e ballit, as kohën e tij kur bëi fjalë për të ardhur në ndihmë të tjerëve. Shumë për jush që e njihni mund të dëshmoni për zemërgjërsinë dhe fisnikrinë e tij. Dera e shtëpisë së Det Kolmirit ka qenë e hapur për çdo shqiptar të sapo ardhur, për çdo mik e kushëri në nevojë, ashtu siç e kërkon zakoni i bujarit i malësorit. Por veprimtaria e tij nuk u kufizua në gjesën ndihmash,
individuale, ai u dallua si një veprimtar i palodhur i komunitetit shqiptar-amerikan. Ai ishte bindur se mërgjimtarët, pavarësisht të largësisë nga dheu, mbartin mbi supe detyrën e shenjtë për të mbajtur gjallë flakën e atë dashurisë. Ai ka qenë pjesë e një numri organizatash si Lidhja për Zrenit, Federatës Panshqiptare Vatra, Shoqatës Atletare Malësia, dhe në vitin 1990 ai u bashkua edhe përpjekjeve të reja të lubimit politik duke rrështuar për krah ish kongresmenit Joseph Dioguardi në kuadër të lidhjes qytetare shqiptare-amerikane. Det Kolmiri nuk mungoi kurrë në asnjë tubim dhe protest ku kërkohej e drejta shqiptarëve. Ai ishte gjithmonë aty, i pranishëm, me trup dhe me shpirt në demonstratat historike që diaspora shqiptare zhvilloi në Washington DC dhe New York për lirinë e Kosovës në vitet kur çështja e saj po trokiste fuqishëm në ndërgjegjen e botës, dhe ky ka qenë rasti që edhe unë e kam pasur mundësinë që ta takoj. Në veprimtarinë e tij publike shoqërore, Det Kolmiri ishte një shembull i gjallë i integrimit të suksesshëm. Ai dëshmoi se mund të jesh një qytetar model në vendin ku jeton, pa harruar asnjëherë dheun e origjinës. Ai bashkëpunoi ngushësisht me personalitetet e shqurat politikës shqiptare dhe amerikane, shpeshherë shihej në krah të udhëheqësve lokal dhe kombëtar që vizitonin komunitetin ton, duke i këshilluar dhe duke përcjell shqetësimet e shqiptarëve. Brenda familjes Detvukaj në Amerikë, falë për kushtimit e tij, të rinjt u rriten me dashurinë për historinë dhe identitetin shqiptar. Ata mësuan kush ishte Det Xholuli, ç'kuptim mbart fjala malsor dhe pse shqiptarët duhet të mbajnë lart me dinjitet identitetin e tyre. Vetë jeta e Det Kolmirit ishte një histori e gjallë suksesi dhe atë dashurie. Të nderuar të pranishëm, ndarja nga jeta e Det Kolmirit na mbush me trishtim të thellë, por në të njëjtën kohë na rikujton një të vërtet madhe. Diaspora jone hershme nuk ishte vetëm mërgim ekonomik, por një përpjekje e pandërpreme për të ruajtur identitetin, për të mbrojtur lirinë, të drejtat universale të njerëzit dhe për të forcuar shtetin e së drejtës dhe të europianizuar. Ky brez mërgjimtarash, pjesë e cilit ishte edhe Det Kolmiri, e mbajti gjallë shpirtin shqiptar përmes dekadave në një periudhë kur atletarët në shtetin Am dhe në Troje vunin në shtypjen dhe izolimin komunist. Me mund dhe sakrifica, ato ngriten në let huaj një Shqipëri të vogël, themeluan familje shembullore, ndërtuan institucione shpirtërore ku ushtoi gjuha shqipe, krijuan shoqata dhe federata ku valvit flamuri kuqezi dhe i dolën zot emri shqiptar me dinjitet dhe krenari. Det Kolmiri, qendër përfaqësuesit më të denjtë, ati brezi idealistësh. Me jetën dhe veprën e tij ai na la trashëgim porosinë e shenjtë për të mos e humbur kurrë kujtesën historike. Mos harroni Det Xholulin, mos harroni të parët tuaj, mos harroni gjuhën dhe flamurin. Kjo dukej se ishte thirrja e pashkruar që përcillte çdo hap i tij. Sot ne bajmë betimin solem se do ta mbajmë të gjallë të kujtesë. Kemi për detyrë t'u apërcjellim brezave historitë e malësisë dhe të kombit mbar. Tu mësojmë fëmijëve tanë se nga vinë dhe për çfarë kanë luftuar stërgjyshrit tanë. Kujtesa historike është busolla jonë për të mos e humbur dhe shuar si komb. Dhe Det Kolmiri na mësoi ta mbrojmë atë me vendosmëri. Po ashtu, ai na përcolli mësimin e çmuar të unitetit kombëtar. Vetë jeta e tij ishte dëshmi se një komunitet i bashkuar arrin punë të mëdha. Fjala bashkim, diaspora shqiptare dikur e ngriti zanin e Kosovës në Shtëpinë e Bardhë fal këtij bashkimi. Fal bashkimit ndihmoi Shqipërinë në rrëzimin e diktaturës, fal bashkimit u dha krah çështjes së shqiptarëve të Epirit të Jugut, të Qamarisë dhe drejtave të shqiptarëve në Troje nën diktaturat komuniste. Edhe sot në ndërim edhe kujtim të Det Kolmirit, ne jemi të thirrur të qëndrojmë të bashkuar, të jemi si gishtat një dore përballë çdo sfide që na sjell koha, sepse vetëm kështu ndërojmë ata që sakrifikuan për ne. Fisi Det Vukajve na ka lënë një emër të bardhë edhe një shembull të rrallë bashkimi. Ta ruajmë këtë trashëgimi si një thesar për kombin. Kontributi i Det Kolmirit nuk do të harrohet kurrë. Përjetësisht mirënjohës dhe krenar për veprën e atit tuaj. Ju falenderit.
Faleminderit zotri Gurakuqi, një elaborim mjaft i gjerë. Tani për kujtimet nga Malësia dhe Amerika me dedën, do të na flas zotri Franc Samaj. Të nderuar zonja zotrin, të nderuar antar të familjes dhe të afërmtir të nderit Det Vukaj. Sot me dhimbje të thellë dhe në këtë mënyrë po ndahemi përgjithmonë nga burri i mirë Det Kolmiri, i cili vdiq me 12 shkurt të këtij viti në New York, në moshën 72 vjeçare. Ndroi jetë ky pinjoll i dyshës së famshme malësore, vëllezërve Kole Markmiri, të cilët në kohën kur erdhën në pushtet bandat komuniste në vitin 1945 të shekullit kaluar, vunë në rrezik serioz jetën e vetë dhe të familjerëve të tyre për të mos treguar vendëndodhjen e komandantit të forcave nacionaliste të Malësisë Madhe, kapetanit Xhelosh Luli. E kërkonin Xheloshin në çdo shtëpi e fshat, në çdo skutë e shpellë, me që ishte kundërshtari përbetur i sistemit komunist që me njëherë pas luftës së dytë botërore mori pushtetin në të dy shtetet ku shqiptarët jetonin më shumicë në trojet e vete etnike. Nuk përkullën Kola e Marku para tytave të armëve slavo-komuniste, as para zjarrit që Kolës ja diqte trupin, as para mizorive të tjera, as pas torturave të mëdha që bënin ndaj familjes të Markut dhe të Kolës, pa marrë parasysh djema për vajza, gra për fëmijë. Nuk ishte Xheloshi vetmin nga familja e madhe herojt Dexho Lulit që i falja dheut jetën e vetë dhe të dy djemve, Kolës e Gjergjit. Nga kjo familje e gjerë nuk dinin që është vdekja në shtrat, por në balë të frontit. Nuk do të zgjas me historinë e familjes së Kolës dhe të Markut dhe të Det Vukajve në përgjithësi, me që foli gjerësisht i nderuari profesor Gurakuqi. Por në këtë familje dhe në këtë vllazëri lindi dhe u rrit Det Kolmiri, Det Vukaj. Ai nga baba Kola dhe xhaxhai Marku mësoi shumë për të kaluarën e lavdishme të parëve të vet dhe në frymin e tyre u rrit, u edukua dhe mësoi si të sillet me njerëzit në rrugë, në familje dhe kudo gjetiu. U shpërngul në vitet e 70 të shekullit kaluar në Amerikë me familjarët e vet dhe së bashku me mira malësor tjerë për të kërkuar jetë më të lehtë ekonomike, por edhe nga shkaqet politike me të cilën malësorët atëherë asnjëherë nuk ishin pajtuar. Me punën e tij të palodhshme dhe me mbështetjen e madhe të bashkëshortes, e cila fatkeqësisht para pak vitesh ndroi jetë në moshë shumë të re, krijoi një familje të mrekullueshme dhe me shumë antar, me djemt Pashkun e Jozefin, me vajzat Kristinën, Ruzhën, Marin e Valbonën. Vlen me këtë rast të përmenden edhe antartë tjerë të familjes së gjerë, vëllezërit Marashin e Noçin, motrat Hagen, Marin, Terezën, Filen, pastaj kunatat Vitoren e Marin, si dhe familjen e madhe të shumë antarësh që u mbetet të vuajnë gjithmonë për prindin, vllaun, kunatin e gjyshin e tyre të shkëlqyer, por edhe të jenë krenar për vlerat e tij të larta morale, njerëzore, shoqërore. Me të shkuar në Amerikë, deda mori me vete dhe porosit e prindërve dhe të parëve të kësaj vllazërie me shumë vlera. Porosia e tyre ishte që të ruajnë të gjitha vlerat e rëndësishme me të cilat mburren e kredohet të gjithë shqiptarët, gjithësisht i gjithë kombi shqiptar, e ato janë besa, nderi e mikpritja. Të gjitha këto vlera deda i ruajti dhe i kultivoi me fanatizëm edhe në kushte dhe rrethana krejtësisht tjera nga ato në vendlindje. Ishte deda djalë e burri besës, i fjalës, bujare fisnik,
zemërgjer e i afërt me të gjithë njerëzit e mirë, por i ashpër ndaj njerëzve të këqij dhe njerëzve tradhtar të kombit. Natyrisht se nuk kishte si të ishte ndryshe kur është i biri i Kolës, i nipi i Markut, nga familja e gjerë e Detvukajve, si dhe nip i bajraktarëve të Kojës. Vdekja jote det ka prekur shumë njerëz, jo vetëm në rrethin familjare vllazëror, por edhe shumë më gjerë. Ka prekur të gjithë ata me të cilët je takuar s'paku një herë në jetë, e sidomos ata me të cilët more pjesë në tubime dhe protesta të shumta para Kombeve të Bashkuara në New York, para shtëpisë së bardhë në Washington, para selive diplomatike të Beogradit e kudo gjetiu, për të protestuar kundër padrejtësive që u shkaktoheshin shqiptarëve kudo që ndodheshin në trojet e veta etnike. Vlen të ceket edhe angazhimi yt dhe i gjithë komunitetit shqiptar në Amerikë për luftën e drejtë të popullit të Kosovës, për drejtësi njerëzore e pavarësi të këtij vendi, i cili fatmirësisht sot është shteti më i ri në Evropë. Nuk mund të harrohet as ndihma humanitare e jotja dhe gjithë komunitetit për ndihmë vendlindjes dhe njerëzve të saj që aq shumë i doje dhe për të cilit vuaje shumë. Asgjë ka këto sigurisht se populli ynë nuk mundet e as që do t'i harroj. Vdekja jote det e parakoshme i pikloj dhe i hidhroj të gjithë ata, por i gëzoj disa të tjerë të moshës sate, apo më të ri, apo më të vjetër, që vdiqën kohëve të fundit, ose më herët. Edhe pse kanë kaluar 24 vjet nga humbja e jetës tragjikisht nga sulmi terrorist në kullat binjake në New York, askush nuk do të gëzohet më shumë se nipi yt Simoni i Marashit. Do t'i duhet kohë gjatë që të çmallet me ty dhe nuk do të kenë fund pyetjet për prindrit dhe familjarët e tjerë që vazhdojnë të jetojnë në këtë botë. Do të presin duar hapur dhe kushrit, Roku i Qirgjit, Deda i Kolës, Gjorni i Stjefnit, Nikola i Tomës, pastaj Vatmarashi që ndroi jetë vetëm para disa ditësh. Nuk do të shkoj më gjatë me përmendjen e emrave të tjerë, edhe për të mos prekur me të afërmit e tyre. Familjarve, vëllezërisë, Detvukaj dhe të gjithë të afërmit të tjerë, u shprehi ngushëllimet e sinqerta të mia, kurse ty det të qoftë lavdia e pushimi i qetë në dheun e tokës arbrore që aq shumë e doja dhe për të cilën vuaje aq shumë. Pushofsh në paqë, i dashuri Det Kolmiri. Për shoqërinë që pati me dedën, disa fjalë do të na i thot edhe Palog Vulaj. Nderuar bashkëvendes, bashkëdhëtar, ju paraqitem këtu si gjysmë katar i këtij rasti, nga që jemi mosatar, me dedin jemi kanë shok, ka një 60 e sa vite. Më duke shtremt, diqysh me mlon vetëm. Pa marrë parasysh, me folë për dedin është fare lehtë, nga që ka pas jetë shumë aktive, dinamike, me një aktivitet posaçëm, pa plitueshëm. Edhe gjithmonë e ke pas gati me marrë pjesën çfarë do rastit, armë, ngjarje shëndodhje që kanë ndodhur në komunitetin tonë Mërgim, po ashtu edhe këtu në Malësi. Fatkeqësisht emocionet e mia janë pak më të sekta, duhet me keni grim më burr, megjithatë kujtohen ditë me dedën prej atyre ditëve të sofrave bujare, festave, manifestimeve që kishte në shpinën e tij, në shpinën e Kolmirit, bashku me vllazërit Marashin e Locin, nuset e kunatat e hysmeti papam ishte sikur tryezë mbretnore në krahasim me
kushtet e mundësit që kishim në të kohëna. Megjithatë, bujaria nisej prej shpirtit thellë bujar që kishin marrë familja në posaçëri dela me atë ballë qeshur, me buzë qeshur, me përshëndetjet një masnishme, edhe ka pas i ka pas hije, me pas mikpritjen të dalluar prej shumicës, po thuaj. Megjithatë, Dela gjithmonë ka qenë edhe aktivist në komunitet të marrë pjesë, si thanë edhe këta tjerë, demonstrata, në protesta, në tubime, në organizime, organizata që kemi pas atje, shumicën e tyne ma shumë ja ban qepin veti se sa kanë pas efekt, po megjithatë duhej me ban diçka, ka herë si thotë Dela, ma mirë bosh se hiç, edhe duhej me marrë në iniciativat me disa prej komunitetit dhe sidomos të kemi Mark Gjokën, këtu disa tjerë që kanë Pashkobojën e sa tjerë, që janë kanë antarë të këtyne përpjekjeve tona, shpeshherë kishte marrë rëndësi me nxjerrë dërreshda një gazet, dikun për një protest tonë, se sa me nxjerrë 2000 veta. Po megjithatë, përpjekjet tona ishin maksimale. Deda prej fëminis jemi kënë gjithmonë bashkë. Edhe në shkollë kemi qenë bashkë, edhe në Itali bashkë, edhe shkume për Amerikë bashkë, edhe tonë kohën deri ditën e funit. Kemi pas një pandarësi, edhe bile, mos mu pa për disa kohë, fillon të biseda duke kishim lanë herën e funit, pa nërprej. Këto janë kujtimet një individit që o kanë aqë zemër gjanë, e shpirt qetë, e gjithmonë e ke pas të gati, po me një humor posaçëm, se nuk ka qenë karakteristik e humorit, por ka qenë i humor shpirtnor që gjithmonë e merrte me lehtësi në një sfidë e për krahjet pafund. Të marrë parasysh se këtu Dela ka marrë pjesë në kontributet ndryshme, rruga, ura, kisha, xhamia, poshnjore, shkolla, ku diun gjithmonë kanë pjesë e kontributit, gjithmonë kanë vullnetar, me një mua e me përkrah, edhe duhet me pranua se ka qenë në shumë raste iniciator, fillestar, i ndihmës për dikanin apo për një rastet ndryshme që na paraqiten atje. Ajo zemërgjanësia e tij, bujaria e tij gjithmonë ishte e pranishme me Delën. E unë e di se i pjesë e atyne që Dela i trashëgon të i kishte si veti dë gjallë me vetën vetë, i thanë gjithë të tjertë pranishmit në tryez, ashtu që nuk po futëm në historikun e familjes, e që dini shumica e ju e ma mirë se unë, edhe anë tjetër e kësaj është se s'po duas me zgjatë tepër, se këtu ditë edhe janë të pakta orët po njehen të ashti, se ka mjaft prej jush që se keni ba i pushim si duhet deri më sot, po ju kjo është faqe bardhë për me dokumentua për krahin që ka pas Dela. Unë nuk më kujtohet se ka pas 50 veta që kanë ardha, 7 veta disa që kanë ardhë me shesnua vigun më ardhë në Vorrim, ka pas raste që kanë ardhë me 30, 25. Ky numër është i pa, por ju kjo është i faqe bardhë, inshallah rrugoni edhe për të mira, Del Kola pas tokën e lehtë, se ne kamera mungua e duhet më mëso edhe pa ata. Inshallah për të mira takohemi. Dhe Zoti ju ruaj. Tani dua të lexoj një tekst falënderimi nga familjarët. Të nderuar bashkëdhetar, profesor dhe ligjerues, në emër të familjes ju falenderoj popullin që muarën pjesë në funeral, mesh dhe vorrim. Falenderoj të gjithë ata që erdhën nga Amerika. Falenderoj klerikët, në veçanti Frankolën, i cili erdhi nga Kosova. Falenderoj më folësit e rastit që nderuan kaq shumë babën tonë.
Gjithashtu, dëshirojmë të falenderojmë edhe Gjovin Detvukaj që ka dhënë këtë hapësirë të falë për të organizuar këtë orë komemorative. Pra ju të gjithëve, këtë nerë dhe respekt va ktheshim në dazma dhe gëzime. Edhe njëherë faleminderit nga zemra. Pra të dashur të pranishëm, në këtë ditë të mbushur me dhimbje, por edhe krenari, ne u bashkuam për të kujtuar një jetë të vlefshme, jetën e Det Kolmirit Detvukaj. Kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në zemrat tona dhe rruga e tij do të shërbej si shembull për brezat që vijnë. Le të ndahemi me qetësi, duke marrë me vete kujtimin e mirë, dashurinë dhe mesimet që deda na la. Ngushëllime të sinqerta familjes dhe të gjithë të afërme. Faleminderit për praninë dhe respektin tuaj në këtë orë komemorative.